Çast nuk të vin fjalët, fillon performanca dhe mbaron performanca që duhet hysh prapë në transmetim, s'gjen fjalë. Ashtu sikur se ndodhe në momentin e votimit, në natën sot, për shembull, në natën gjysmëfinale, kur ngushtohet rrethi, nga 10 vende ngelin 9-7 dhe ngel një vend i fundit, pret, Shqipëria po, jo. Ka ndodhur 2 vitet e fundit. Ne duam që të parën vllazë të rinj. Raldo Qeci ka diçka mali ekskluzive. Ti mund të kesh diçka ekskluzive sot, se e hedhën në YouTube emisionin, me që e kemi këtu dhe kjo dashmëria e madhe e artistët. Na këndoi një pjesë live të El Hajdës, Casey. Mua më interes. Jam shumë kurioz si mund të jetë I'm Alive të Casey. Ekskluzive, stafi jot apresi e vën në YouTube dhe ti ke nesër 100.000 klikime. Wow. Ne Hajde, të bëni gati. Të keni ju? Hajde. A dalim ne këtej në Queen to Jo, ne Okej, po fali, po nuk e di mirë këngën. Okej, do mundohem. Ata bëjnë gati tekstin se ta gjejmë gati. Regjia na ndihmon me bazën në sfond. Klevis ne bëjmë atë përhershmin. Jo, sa kuptim. Skëndon bizaj. Ne bëjmë të përhershmi që bëhet me back vokalistët e RTS-s. Fido. Jo, mos e prishë marrë se ne nuk dim, ne jemi talente të pasbuluara se deri dje kemi. Jepi Casey, jemi me ty. Jepi vetëm refrenin Casey. 12 pikë për Casey. Okej. Po, që nga strofat? Okej, më Ka refrenin, Ju lutemi. Na ishni pra këtë, se do të me vetëm. To even let you welcome in my heart. You cocktail deep, liver to bleeding dry. Will I ever? Refrenin e kemi a capella. Refrenin e kemi a capella nga Casey, se mund ta ngatrojmë pak. Vetëm po ta kishit kaluar pak më se nuk i di të gjitha fjalët. Purpose by till you brought it alive. I know you will come with the speed of the light. You're my everything, you're all that I need. To love in the sky, I'm gonna cry. In fact, it means that I am alive. I am alive, 'cause you are my life. You are my soul. Ka qenë. Ka qenë përshëndetja Casey Tonës për El Hajda. Dua edhe unë ca euro për gjithë gjë që ndodhi. Se bluzen po, Casey Me po. ora i taske punët i Ma, kete drejtën e autorit ta respektojmë copyrightin për Thirrja e fundit. Po. Shqiptar votoni, ju lutem, numri 14, se po duket sikur jam ndonjë nga zëdhënësat e politik, numri 14, numra do t'i keni në orën 9 të afërshuar. Dhe politika sot në fakt ftesën. O, jemi shumë të lumtur, votoni, votoni, votoni. Sot kam dëgjuar dhe në fakt sot e vetmja fushat që ka kuptim është fushata për të mbështetur El Hajda Danin në gjysmëfinalen e parë të festivalit evropian. Ju i keni dhënë shumë dritë kësaj mbrëmje sot këtu dhe për këto unë ju falenderoj dhe kam një mirënjohje të jashtëzakonshme për gjithë secilin dhe këtë për herë të parë. Mund ta bëjmë aty në ta mbyllim të gjithë aty. Se duhet El Hajda Ty t'japim energji ta mbyllim. Për energji ta mbyllim, hajde për energji ta Se duhet të shkoj El Hajda në Eurovision, na bësh net 5 bashkë, edhe kot tjera. Dhe ta themu fjalën e parafundit. Të parafundit se E pra, që të kenë mundësi të na ndjekin sonte në orën 21 në ekranin e televizionit shqiptar dhe në valët e Radio Tiranës. Na ngel hatrin e televizioneve tjera. Jo, për sot po. Jo. Për Në sot orën 21, 14. Andri Gjau do t'jetë në koment të gjysmëfinales së parë të festivalit evropian. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme në mënyrë që ju të ndjeni afër festivalit evropian, po më e rëndësishme nga të gjitha. Është më njëherë pas interpretimit të këngës së 16, pra të këngës së fundit të gjysmëfinales së parë, keni vetëm 15 minuta kohë për të votuar. Voto 14. Të gjithë shokët miq të afërmit kudo ku i keni që jetojnë jashtë, në atë listën e atyre shteteve që ju përmenda pak më përpara, por që gjeni informacion të detajuar në internet, gjithë kemi akses aty. Mund ta shfrytëzoni këtë mundësi për t'i dhënë një mundësi Shqipërisë. Ëndra vazhdo në fakt deri sonte mbrëma, por sido që të jetë fati i Shqipërisë sonte, mos bëni atë që bëni sa. Mos e mbyll. Good luck. Votoni 14-ën. Ju faleminderit, natën e mirë, suksese me pafshim, do të shihemi nesër. Faleminderit. Right from the start to